Për zhvillimet ndërkombëtare me konfliktet që nuk kanë përfunduar edhe në këtë ditë të shënuar, do të diskutojmë në këtë momente. Me mua në studio është bashkuar zoti Geron Kamberi. Përshëndetje, faleminderit zoti Kamberi që bashkoheni me ne. Siç e thash, në fakt ne jemi ditën e sotme në një ditë të shënuar për besimtarët musliman dhe unë dua t'ju falenderoj shumë që gjetët kohën në fakt për të qenë me ne. Megjithatë, konfliktet, sulmet, vijojnë, si që ndoqëm edhe përmes materialeve, teksa po bisedonim pak qaste më parë, më thatë se të paktën sa i takon konfliktit Hamas-Izrael, tani më me përfshirjen her pas here edhe të Beirutit, duket se nuk do të ketë qetësi, apo jo? Kemi biseduar dhe herë tjetër gjatë intervistave që kemi zhvilluar këtu në studio, që konflikti që në lidhje e mesme, pra konflikti midis Izraelit dhe Hamasit, Izraelit dhe Hezbollahut, që kryesisht ushtron aktivitetin e tij në Liban. Libani, që dim tashmë, është një shtet që ndan një kufi me Izraelin, është një konflikt që po mbush, po them, gati shekullin. Pra që prej krijimit të shtetit Izraelit, përmjet rezolutës të 48-s së Kombeve të Bashkuara që bëjt mundur krijimin e dy shteteve, pra shtetit Palestinës dhe shtetit Izraelit. Vendet arabe, si thua, dolën kundër këtij, filloi lufta e parë izraelito-arabe, ose lufta dhe u pasua pastaj me konflikte të tjera, derisa në një moment caktuar në këtë konflikt në vitet 80 u përfshi dhe Libani për shkak pranisë së grupit Hezbollah, aty i cili është dhe nuk është thjesht grup paramilitar, por është dhe parti politike, pra është pjesë e skenës politike të Libanit. Natyrisht, strategjia e Izraelit, kush e ka ndjekur, është një strategji e cila në rastet kur konsideron kërcënim që janë edhe përtej kufive të saj, ka në strategjinë e saj shtetërore të kundërvjet, dhe kjo ka ndodhur edhe me rastin e Sirisë, në rastin e Libanit, pa folur pastaj përsa përket konfliktit brendshëm me shtetin palestinez dhe veçanërisht me pjesën e rripit Gazës që kontrollohet nga Hamasi, një grupim që doli nga lëvizja Fatah, e drejtuar në atë kohë nga presidenti Arafat. Edhe që, në fakt, zhvillimet që vinë nga atje janë tronditse. Natyrisht, patjetër, tashmë në qoftë se në ato momentet e para pas sulmit që u bë në Izrael në tetor të vitit 2023, pra në atë kohë opinioni publik ndërkombëtar situar ishte në krahët Izraelit për të solidarizuar në lidhje me këtë si tush sulm që i ndodhi qytetarëve, sa të u vran nga të 1000 qytetarë civil në një festival dhe 250 vetë u morën peng dhe kaluan në kufirin dhe shkuan në rripin e Gazës nga grupet parlamentare të Hamasit. Në atë kohë Izraeli reagoi. Dhe në momentin e reagimit, si një kundërpërgjigje këtij sulmi, pra për të eliminuar rrezikun nga grupet terroriste, opinioni publik ndërkombëtar si tush e mbështeti. Për momentin kur filloi faza e bombardimit masiv mbi objekte civile, shkolla, spitale, tashmë aty kemi një bilanc, do të thoja tragjik, që tashmë nuk ka nevojë edhe thjesht të shkosh thjesht në teren, mjaftojnë imazhet që jepen për ditë që nga mediat ndërkombëtare deri tek rrjetet sociale për të kuptuar që numri i civilëve të vrarë aty ka tejkaluar dhe kjo ka bërë deri diku dhe atë që quhet tejkalimi i drejtës, pra tashmë e drejta si thuash nga Izraeli, pjesë opinionit publik ndërkombëtar, veçanërisht shihet me pyetje. Madje ka gazetar, pra media të ndryshme, nëse keni vënë re kur kanë qenë përballë ish ambasadorëve të Izraelit në Kombet e Bashkuara apo zyrtarë të qeverisë izraelite ku i kanë pasur përballë në panele televizive, kanë bërë pyetje të hapura, të drejtë për drejta, madje edhe komente që përgjithsisht e tejkalojnë deri diku etikën gazetarëske. Pra, si thua, ajo situata atje ka ngjallur një reagim tashmë që e ka vënë konfliktin midis Izraelit dhe popullsisë që jeton në rripin e Gazës në këndvështrimin ose në ndritën e asaj që quhet drejta ndërkombëtare humanitare, që pavarësisht në kushte lufte, civilët gjithmonë janë kursyer dhe nuk kanë qenë objekt i bombardimeve masive apo i shkatrimeve masive të objekteve që lidhen me spitalet, me shkollat e kështu. Një zgjidhje e mundshme për këtë konflikt duket shumë larg? Të paktën duket larg tani për momentin, megjithëse bizedimet vazhdojnë, aktualisht në Katar me ndërmjetësinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Egjiptit dhe Turqisë vazhdojnë bizedimet midis përfaqësuesve politik të Hamasit dhe qeverisë izraelite. Është një fakt shumë interesant që para disa ditësh ishte një deklaratë për të pasur një armëpushim 3-4 ditor, por që Izraeli u tërhoq për të marrë vendim, pastaj kur rikthye me një kundërpropozim u tërhoq Hamasi dhe tashmë gjithë konflikti ka mbetur
tek ato 50 pengje, të cilat Izraeli e ka kusht të pa negociushëm, rikthimin e tyre qoftë ata që janë gjallë, qoftë ata që kanë ndruar jetë. Nga ana tjetër, ka dhe shumë ide se përket të armës konfliktit, jo thjesht të armës, por dhe të armës së popullsisë që do jetoj në rripin e Gazës. Kush ka parasysh imazhet që duken tashmë, ai është një territor krejtësisht i shkatruar nga pikpamja e infrastrukturës civile, pra është i pamundur për të jetuar. Me përjashtim të disa qyteteve të vogla, vetë rripi i Gazës është një territor relativisht i vogël, që ndan kufi me Egjiptin kryesisht në pjesën bregdetare, dhe pjesa tjetër është shkatruar. Dhe të gjithë idetë që u hodhën dhe në fillim madje edhe për një zhvendosje totale të popullsisë që jeton aty në vende të tjera ende mbeten mbi tavolinë, sepse aktualisht për sa kohë që nuk ka një armpushim, për sa kohë që nuk ka një marrëveshje qëndrueshme paqe që do të jepte të mundur ose të bënte të mundur, cila do ishte perspektiva e popullsisë që jeton në ato territor, vetvetiu ende çdo gjë po i lihet, si thua, fushës betejës, dhe aktualisht janë vetëm imazhet që vinë nga ndej në syrin e opinionit publik. Në fakt, dronet dhe raketa, mbrëm, ka patur edhe mbi qellin e Ukrainës, është një situatë që edhe atje vijon tani më prej vitesh. Dua të marr komentin tuaj për të kuptuar se ne raportojmë ditë pas dite për takime të niveleve të ndryshme që kryesisht janë mbajtur në Stamboll. Çfarë po ndodh me këtë konflikt? Besoj që të paktën nga mënyrë se si po zhvillohen ngjarjet, duket pak cinike kjo që po them, po besoj që dy palët janë të vendishme për këtë që po ndodh. Madje presidenti Trump përdori një krahasim i cili është cinik, po të kesh parasysh njerëzit që janë vrarë në të dy palët, që betejë midis Rusisë dhe Ukrainës i ngjan një grindje të dy fëmijëve në park që nuk pushojnë sezoni me njëri tjetrin, pavarësisht se futet dikush në mes. Ti ndaj dhe në takimin me kancelarin Merz, madje ai e çoi cinizmin në nivel paksa më të lartë, tha që mbas është mirë të lihen të zihen dhe ca kohë, derisa të kuptojnë rëndësinë e kësaj që po ndodh. Reagimi i djeshëm pra kundër sulmi Rusisë, pra me dron mbi kryeqytetin e Ukrainës, besoj nuk ishte ndonjë gjë të papritur as për opinionin publik, as për qeverinë e presidentit Zelenski, as për vetë presidentin Zelenski. Tashmë është bërë më se rutinë, i ngjan gati një ndeshje futbolli që sa herë një bën një gol pala kundërshtare, pala tjetër kundër përgjigjet. Tashmë teknologjia dronëve bën edhe të mundur që të mos përdorësh as kapacitete njerëzore për të dëmtuar palën tjetër, kështu që tash kemi kaluar në një luftë dronësh, që her pas here palët testojnë kapacitetet mbrojtëse apo sulmuese të njëra tjetrës, natyrisht me një bilanc viktimash i cili vetvetiu do të ndodh. Por ajo çfarë e bën situatën disi surreale është ajo që përmenda pak më parë, ndërkohë që në Stamboll ne kemi bisedime dhe presidenti Zelenski thonë që bizedimet po ecin, ministri i jashtëm rus Lavrov tha që ka pasur ecuri të mirë. Nga ana tjetër në Tiranë ne kemi një situatë krejtësisht tjetër. Pikërisht. Dhe besoj të dyja palët në këtë rast po përpiqen të masin forcat me njëra tjetër. Natyrisht dhe presidenti Zelenski nuk e ka të lehtë, do të thoja, që të nënshkruaj një paqe të menjëhershme përveç faktin që ai ka qenë për gati 3 vjet në krye të një rezistence të popullit Ukrainës kundër ushtrisë ruse dhe si thua ka nevojë për një lloj kohe dhe duhet të tregojë që po reziston. Mirë. Zoti Kamberi, ne do të vjojmë në fakt të diskutojmë së bashku për një çështje që ka tërhequr vëmendje të jashtëzakonshme dhe kam parasysh këtu akuzat për plasjet ndodhura mes Elon Musk edhe Donald Trump, po gjithë do ta bëjmë pas një shkëputjeje shumë të shkurtër. Shkëputemi për pak çaste, rikthehemi pas pak për të folur për atë që po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi sërish së bashku, vjoj të jem me zotin Garon Kamperi për të diskutuar konkretisht për përplasjen mes Elon Musk dhe Donald Trump. Teksa po diskutoni në fakt edhe më herët, për ju zoti Kamperi dukej se nuk ishte dhe aqe papritur. Duke njohur në fakt atë që përfaqësojnë që dhe dy këta personazhe që akuzat tani më i kanë çuar shumë larg. Pikërisht, më dhe në kush ka parasysh karakterin e të dy personazheve, më dhe në dhe kur pa aleancën e tyre, u duk një aleancë atipike,
që në pavarësisht se zoti Elon Musk është një biznesmen i njohur në fushën e teknologjisë, por është po aq i njohur edhe për shumë ide të tij e për shumë, si thua, aspekte që bëjnë disit pazakon për sa i përket realitetin e përgjithshëm, që nga martesat të shpeshta, që deri diku ngjan me zotin Trump, me emrat që u vendos fëmijëve, pra janë disa, si thush, individ të cilët përfaqësojnë një model atipik, më thënë jo të tradicional të shoqërisë amerikane, po të shoqërisë globale në përgjithësi. Dhe natyrisht pas fushatës elektorale u pa që zoti Musk më mendua që të merrte një pozicion brenda qeverisë amerikane, pavarësisht kontradikteve që kanë, pra Departamenti i Eficiencës së Qeverisjes ose DOGE që u konsiderua, i cili krijoi një trazir jo të pakët edhe brenda qeverisë në opinionin publik amerikan, me mbylljen e disa programeve tashmë tradicionale që kishin qenë pjesë e asaj që quhet diplomacia publike e Shteteve Bashkuara apo fuqisë zbut apo shumë element tjerë. Dhe natyrisht ishin dy vizione që u përplasën në një moment caktuar dhe është më se natyrshme, siç e kam theksuar. Shumë vonë pak më herët. Pak më herët. Edhe më herët për shkak të një arsye shumë të thjeshtë, siç e kam theksuar edhe herë tjetër këtu në këtë studio gjatë kohës që zoti Trump bënte fushatën e tij për president, përdoret shpesh një term që kur je në opozitë ose kur bën fushat bën poezi, por kur vjen në qeveri do flasësh në prozë. Pra nuk është aq romantike, aq entuziaste sa ç'është poezia, periudha kur ti nuk je në zyrën e çdo qeveri aq më tepër në shtëpinë e bardhë. Ndërkohë që zoti Musk vazhdonte ti besonte poezisë ti prej biznesmeni që eficienca e qeverisë duhet të ishte në buxhete të ulta e shumë aspekte tjera që ai konsideronte pjesë e projektit të tij. Në një moment këto dy vizione u përplasën dhe natyrisht pastaj ne kalojmë në këto mesazhe të shkurtra në rrjetet sociale, të cilat për isë vërtetës u bën viral dhe tashmë kanë hapur oreksin e kuriozitetit se çfarë do të ketë pas këtyre mesazheve. Ajo çfarë do të theksoja është për isë vërtetës që kjo lloj ndodhie ose kjo lloj marrëdhënie shkëputur mes këtyre dy personazheve të cilët ishin në qendër të politikës botërore deri para pak kohësh, farmase është një kosto imazhi për atë çfarë ka njerëzit parasysh për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga serioziteti doni thoni. Pikërisht, sepse nëse dikush ka bashkëpunuar me një president e tjetër, paktën to janë rregullat e lojës, nuk po flasim për rregullat e reja lojë që po rishpiken, dhe ndoshta jemi në periudhën që shumë rregulla loje po rishpiken, po ribëhen, e ndoshta basakosh mund të kemi edhe rregulla krejtësisht të tjera loje në atë që jemi mësuar ta shohim si politikë tradicionale. Në këtë rast, gjithsesi, pavarësisht ndarjes që mund të kesh, historia një shumë dorëheqje, shumë ndarje në politikë të individëve që vinë nga bota biznesit, nga bota akademisë, dhe është më se normale. Dhe vazhdoni jeta normalisht toni ju, dhe jo me akuzat që në fakt unë dua t'i përmend se përtej projekt ligjeve dhe mënyrës eficiencës edhe të menaxhimit administratës, që patjetër mund të ketë debate dhe përpamje të ndryshme. Janë vizione që përplasen është mos e natyrshme. Kur je në biznes, kur menaxhon tre kompanit më të mëdha në Amerikë, kur ke një pasuri për 400 miliard dollarësh, siç thot ajo shpreha, po ti je shoqëkiç, të gjithë tjerë duken gozhd. Kështu që nga kjo pikpamje besoj që shumë e rëndësishme. Duket se administrata funksionon kudo njësoj, po unë dua që të ndalemi për pak çaste edhe tek akuzat që tani më shkojnë në nivel personal. Edhe kam parasysh skandalin e Epstein të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që në fakt ka tërhequr një vëmendje të jashtëzakonshme, edhe akuzat që ka Elon Musk se në to është i përfshirë edhe Trump. Keni ju një koment për to? Këto janë çështje që takojnë drejtësisë amerikane, në përgjithsisht unë jo rastësisht theksova çështjen e seriozitetit. Në përgjithsisht në raste të tilla, nga mënyra se si ishte formuluar fraza që u postua në rrjetin social X, pra që administron zoti Musk, duket që e dinte më përpara këtë fakt, edhe si tur gjeti momentin. Po, dhe nëse do të niseshim nga një gjykim moral, nëse ti e di që dikush është i përfshirë në një skandal të tillë, por edhe nëse ke këtë kriter moral për kundrejt atij, logjika do që të mos përfshihesh, po nuk jemi këtu për të diskutuar, besoj unë, këto lloj lëvizjesh tektonike të karakterit emocional që lidhen me karakteret e personazheve. Nga gjykimi im, ose të paktën nga ajo çfarë shikoj, është çështja
e si tu është imazhit dhe faktit që në politik janë ca rregulla loje të cilat ruajnë seriozitetin dhe përballë syve të opinionit publik dhe të shteteve të tjera, sepse kështu është ndërtuar politika si veprimtari, që ku ka lindur dhe deri tashmë natyrisht ka nevojë për transparencë, por ka nevojë për seriozitet mbi gjithë. Faleminderit shumë zoti Kamberi që ishit me ne në ditën e sotme për gjithë analizën edhe informacionet që nda drejt. Faleminderit juve vërtet.